Skënder Hitaj është betuar mëngjesin e së martës si drejtori përgjithshëm i Policisë së Shtetit pas emërimit nga ministri i Brendshëm Besfort Lamallari. Ai zë vendin e Ilir Prodës, i cili u largua nga detyra dhe merr përgjegjësinë e drejtimit të institucionit më të rëndësishëm të sigurisë në vend. Në fjalën e tij, Hitaj theksoi rëndësinë e detyrës dhe sfidën për të filluar rezultatet pozitive të policisë dhe për të përmirësuar imazhin e saj. Ai gjithashtu u zotua për një luftë pa kompromis ndaj korrupsionit, duke filluar nga vetë radhët e policisë. Sot është ditë e rëndësishme e karrierës time, pas një rrugtimi 25 vjeçar në uniformat blu me dëshirë për t'u shërbyer qytetarëve e vendit, kam nderin të marr përgjegjësinë për këtë detyrë më të lartë. Këtë kurorëzim e shtosh si përgjegjësi të madhe ndaj qytetarëve dhe policisë së shtetit. Gjej rastin të shpreh mirënjohje për besimin e dhënë. Jam mirënjohës çdo efektivi të policisë, nderim dhe respekt për veteranët që mbeten burim frymëzimi për ne. Mbetet sfidë thellimi i rezultateve dhe përmirësimi akoma më shumë i imazhit të policisë. Është punuar e sakrifikuar shumë deri më sot. Mbetet sfidë thellimi i rezultateve dhe përmirësimi akoma më shumë i imazhit të policisë, sepse një polici një denjë matet me besimin që fiton çdo ditë nga qytetarët. Policia nuk është thjesht një institucion që ofron shërbim. Ajo është vendi ku qytetari gjen mbështetjen, drejtësi dhe besim. Policia e shtetit është e juaja. Ajo do të jetë gjithmonë në krah të ligjit dhe në krahun tuaj, profesionale, e gatshme dhe e përkushtuar.